Unë jam rrit me Tonin, pavarësisht që është burri i motrës, nuk ka ndryshuar as pak. Kemi pas mundësi që gjatë një stërvitjet kemi ndoshta edhe diskutime të ashpra. Garën e fundit që e ka pas djali në Sloveni, ka shku Majlinda si trener, e unë nuk kom mujt me bo ball, me shku as me e pa. Ndoshta për faktin që më ka teze, prindët e mi sigurisht që janë shumë krenar, nuk është që ndoshta kudo që shkojnë të tregojnë ashtu që na jemi prindë të Majlindës. Njerëzit e kanë pas përshtypjen që judo është më shumë sport për moshkuj. Domethënë femnat s'munden me bënë nëse është i vështirë. Një vojzë, më e pakta që mundet me marr prej sportit judos është vetëm mbrojtja. Një femën 50 kg mundet lirisht me ndesh me një mashkull ndoshta 100 kg. Momentin kur ka humb, nuk e di as vet, kom shpërthyn lot. Ka humb prej një gjudistës prej një shtetit të Afrikës, është humbja që më ka bë mundi jashtëzakonisht keq. Toni bërtitke, edhe i thosha jom të jep maksimumin. Veç lutna mos mbërtit, se po bëna qaq nervoz që mos po më ushtru. Kemi investuar ta mund, kohë, pare edhe gjithçka tjetër. Vjen një ditë, mbas një garës caktuar, edhe unë një vajzë e kritikoj. Ndoshta ai bërtas pak. Edhe në momentin kur familja për shembull reagon, unë këto se kuptoj. Po prej një fëmisë që kom investu qaq shumë, edhe që kom jep qaq shumë prej vetes, mbas 4 vjet me dalë mos mirë njës, edhe ndoshta familja me përkraq ato, për mua është komplet e pa kuptim edhe e pa tolerueshme. Një gjudiste njerë kom bo qaq shumë nervoz. Në një moment o nis sigur me dasht me m'godit, edhe i kom thonë ti a Majlindës a dikuj kom thonë t'lut na kushtom se kjo gjatë stërvitjes ka dit me shku deri në kufirin mes jetës edhe vdekjes. Po karakteristiken e qenit i çmendur në stërvitje si Majlinda unë nuk e kom as kur jo veç të një vajzë e ekipit tim, por të as një vajzë tjetër në rruzullin toksor. Arsyeja ose faktori kryesor pse unë i kom refuzu krejt ato oferta milionçe me përfaqësu Kosovën është me vepra kemi bën ndoshta për Kosovën ma shumë se sa politika ka mujt edhe mundet me bo. Kemi hap dyrë që politika edhe sot s'mundet me i hap. Janë ndërto ndoshta është edhe flamuri i Kosovës në Rusi që është ngrit. Përshëndetje mirë të podcastit Tupa të bo, mirë se po takohemi edhe në këtë javë. Sonte në studion e Tupa të bo i kemi 2 shqiptarë të pesë, të cilët na kanë zbarë fytyrën kudo. Kështu që kush tjetër pros Majlinda Kelmendi edhe trajneri i saj Xhitoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Mas pare, shumë faleminderit, është ndërë dhe knatësi mirë pas të dyve bashkë, ashtu për juve është me njanin mos me marrë është mi dasi mi vra. Kështu që shumë faleminderit që jeni sonte me mu. Si fillim për të më kalu direkt e Majlinda, edhe do më thonë e pash një lidhje të veçantë që e keni me njani tjetër në momente që erë, do më thonë shumë ashtu komunikus me njani tjetërin, shumë të indatë në senet bashkë, unë e pash që e ki edhe dhëndër në të njëjtën kohë, që është me punu me dikan që e ki edhe familjar në të njëjtën kohë, se të ne e ke pa që thujnë, me familjar s'bën me përzi për ka puna. Po ja kom fillu me marrë me qotën në moshën 8 vjeqare, edhe prej fillimit të karrierës e deri në përfundim të karrierës Toni ka qenë trajneri jam, edhe njëkohësisht ka qenë edhe është si prindi i dytë, kështu që nuk është që është martu motra me Tonin edhe ja kom nis me pa Tonin si familjar edhe ka ndruaj raporti që na e kem pas gjithmonë. Unë jam rrit me Tonin, Toni ka qenë pjesë e çdo hapit të jetës tem, kështu që pavarësisht që është burri i motrës nuk ka ndryshuar as pak. Përkundrazi kanjëherë është shumë ma kritik, shumë ma jashpër. Kështu që jo mësu me Tonin. Me Tonin është si mendajt jo me prind se kanjëherë as me prind nuk mëri mendaj qatë shumë, po as po di me një shok shumë të ngosht që ndoshta një ma mirë se vete. Sa po ta angon motrën Toni, apo ta ankohet motra në erë për to? Nuk ankohet, kanë raport shumë të mirë, se Toni u të tonë shumë, dhe për shkak të udhëtimeve të shumta që i ka, nuk është që i bjen me kalu ndoshta shumë kohë në shtëpi me motrën ose edhe me fëmijët, se i kanë 4 fëmijë bashkë, e Toni edhe me gru të pare ka pas një vajzë, kështu që total janë 5, mirë, po motra nuk ankohet asnjëherë, kështu që e kanë një raport me ju marrë lakmi. Super. Qysh është me punu me Majlindën, pra? Tu e ditë që e ki në të njëjtën kohë motër të grus edhe me punu me to, qysh është për ty? A rrugësh me naj moment ashtu që me bu me i tho Majlindës, a i sen me bu Majlinda nervoz, ankohet a nej? Në fakt, raportin e kryum mes meje si trener dhe Majlindës si nxanë se e kemi të rënjosur qysh prej fillimit kur ka fillu
Majlinda më stërvit, atëherë s'kom qenë i martu me motrën e Majlindës. Kështu që të them drejtën, i kemi të nda me shumë sendet profesionale prej atyre familjare, na munde me pas gjatë një stërvitje, ose kemi pas, tash Majlindën e kom kolege, kemi pas mundësi që gjatë një stërvitje të kemi ndoshta edhe diskutime të ashpra, ndoshta që t'jem shumë i rrekt në stërvitje në raport me Majlindën, e mbas 15 minutave ka ardhë me e pa motrën edhe na aty kemi qëndru normalisht krejt ndryshe si familjar, kështu që kemi arrit me e bo qëtë ndarje, kemi arrit me e bo qëtë kufi, një kufi që është shumë i rëndësishëm për me funksionu profesionalisht. Ky raport është shumë i veçantë me Majlindën, njëjtë e kom një raport veçantë tash edhe me fëmijët e mi që po merren me sport, edhe une kur ju bërtas në stërvitje, ose kur kur kërkoj pak ma shumë disiplin, ata ka pak ju mbet hatri, edhe une t'ju këthy prej stërvitjes në shpejë, thom qëre, kjo nuk është personali, kjo s'ka të bëj me ju, po ka të bëj me mënyrën që shu për stërvitni. Kështu që na me Majlindën e kemi bo qatë ndarje, që ajo që ka e kemi në fushën profesionale e kemi lanë aty, e këndej mandej vazhdojmë në një jetë normale, në një jetë e cila është i përket asaj pjesës familjare. Ti e përmendë dhe pjesën e fëmijëve që ka nisë dhe ata me u stërvit, me u bo pjesë e kësaj fushë. Qysh është për ty me trajnu në këtë rast djalin? Sa i përket stërvitjeve, djali, vajza, në stërvitje, Majlinda merret ma shumë me gara edhe me atë pjesën specifike, normalisht që ne ushtrojmë gjithë zbashku. Në stërvitje nuk e kam problem, po problemi jem fillon kur shkojmë gara, për shkak se nuk po e di emocionalisht qysh i përballojnë fëmijët e mi prezencën time në gara, edhe njëkohësisht unë nuk po ndina njëjtë sikur me nxënës tjerë. Garën e fundit që e ka pas djali në Sloveni, një garë zyrtare, gara e tij e parë, pak më e fortë, me qenë se është 15 vjeçar, ka shku Majlinda si trener, e unë nuk kom mujt me bo ball, me shku as me e pa. Garën po mundona me e thyj që të ndjenjë, që të emocion, po besoj që me kohë, po për momentin po mduket pak më e vështirë me funksionu si trener me fëmijë se sa me fëmijë tjerë. Qysh është me trajnu nipin edhe mbesën Majlindë? Ose më një nejtë gati ashtu, ose qka ju mësën të nejtë taktikë që toni ta ka mësu ty, e që ti për trashëgën të ta? Në momentet caktume është kogja vështirë. Për shembull, Joni, djali i Tonit ose djali i motrës, ndoshta për faktin që më ka teze ka njëherë kur i thëmë diçka komenton. Jo s'po bën, jo s'po moj, s'po shkon, diçka që ka garus tjerë s'guxojnë me bu. Kështu që po nanën tjetër Joni edhe është shumë inteligjent, e ka gjodën pasion, është shumë punëtor, edhe në momentet caktume ndoshta edhe ka drejt në çdo që apo e thot. Kështu që s'po di, në stërvitje është ka njerë vështirë i menaxhueshëm, mirë po nuk është që bëj dallim. Për faktin që e kom nip, ose me i kushtu ma shumë kohë, me pas vëmendje ma shumë se fëmijë tjerë, na në përgjithësi këto e kom mësu prej Tonit, se në momentin kur unë kom fillu më ushtru gjodo, Toni në sallën, të njëjtën kohë kur kom ushtru, ne i ka pas ndoshta edhe një 4-5 nipat vetë. Fëmijë të motrës, fëmijë të vllavut, ku ta di unë. Kështu që nuk është që Toni i ka favorizu ata ma shumë se neve fëmijë tjerë. Kështu që këto e ku mësu prej Toni. Kështu që ti pasi mësu prej tje, për trashëgën edhe këta ti brez vas brezit njëjtën. Na që dina punën që ke bo dhe tjena falenderu se besoj jo veçon po krejt populli ku do që ka shqiptar, qysh është me kon kampione? Të më thënë, qysh e ndjen ti vetën, ose e ke vrej që ka ndryshu diçka të te momentin që e ke marrë një titull? Me thonë drejten, kur kom qenë sportiste aktive, nuk është që e kom mendu shumë qatë pjesë, edhe sot për sot jom pak pishmon që nuk e kom shiju karierën shumë. Nëse jom bu kampione e Evropës, kom dosh më bu kampione e botës. Kur jom bu kampione e botës, kom dosh kampione olimpike. E mandej kom dosh prap me i përsërit. Asnjëherë nuk jom dalja dhe me thonë, wow, çka pas na arrit. Kështu që po mendoj që të njëjtin probleme kanë krejt njerëz që janë ambiciozë, jo vetëm në sport, po në cilin do profesion që zgjedhim. Tash ndoshta si trajnere e re ose si një sportiste që e ka ndërprej karierën tash vonë, moj me thonë që ja kom nis me shiju edhe me e pa ma shumë atë
suksesin edhe rezultatin e punës madhe që ja kom pas. Si garuse nuk kom pas shumë kontakt me njerës, kom dalë shumë ma pak, përderisa sot ndoshta nuk e kom problem me shku ndoshta një restoran, me dalë me ecë diku në rrugë, se kur kom qenë garuse nuk kom dash me pas shumë kontakt me njerës për faktin që ndoshta më kam pyet kur ki gara edhe veç ideja që kanë me më thonë inshallah e nxen të parin, më ka duk presion ekstra. Po. Kështu që jo mundu sa ma pak me pas kontakt direkt me njerëz, përderisa sot për sot dëshiroj në maksimum suksesin edhe rezultatet që i kom arritur. Po më intereson me ditë se që secili prind të një jetë krenar për fëmijën e vet, e sidomos për ty, për mënyrën se çka ke arritë dhe ku ke arritë. Cilat janë fjalët e para të prindve të momentin që i ke fitu këto gara ose e bu kampione, çka kanë thënë, po më intereson. E sidomos nanat që dëshysh me nxespresin na me bë diçka mirë as më pak më kon familje dhe me fitu. Prind gjatë gjithë karrierës i kom pas shumë përkras. Edhe ndoshta si fëmijë në momente të caktuara, nëse kom pas me zgjidh a kom me shku në shkollë ose kom me shku dikon përgatitje, mami gjithmonë ka insistuar që me shku në përgatitje, me shku në gara e unë shkoj mirë na me shku. Kështu që prindët e mi sigurisht që janë shumë krenar, po në anën tjetër janë edhe shumë modest. Nuk është që ndoshta kudo që shkojnë të tregojnë ashtu që na janë prindët e majlindes ose ku ta dijon, po sigurisht që janë krenar. Nuk janë tipa që ndoshta e shprehin shumë me fjalë. Qa ke bo e sa ke arrit, po sigurisht që edhe në bazë auditore e ndjej atë kënaqësinë edhe atë krenarinë që e kanë me rezultatet që i kom arrit. Tonë cilat janë fjalët e prindët majlindes që ti kanë thënë ty në momentin që o bo kampione majlinda, se sigurt e kanë pas rastin që ti më konte ta ato najt ose të shiju ashtu në najt të shtëpia, ta mund që shijojnë edhe familjar, çfarë kanë thënë po më intereson. Po të them drejtën këtë pjesën e diskutimeve tona për majlindin, majlinda gjithmonë e ka pas mërzi me diskutune me prindët e saj, se unë ka pak kom pas qef gjithmonë me ishtia ta me fol për sportin, për do një specifik, për me mësu majlindin, diçka se ka njerë prind të na, fillojnë kur fëmijët merren me sport mu bo subjektiv, edhe në momente caktuar shumica e luajnë edhe treneri. Po në këtë rast prindët e majlindës me të vërtet kanë qenë të rezervuar, përveç që një rastin kujtohet që kjo tash është kështu pyetje pak si e veçantë, që s'ma ka po kurkush, edhe Majlinda si e re ka pas shumë humbje prej një garuse së ruse. Edhe ai prindi Majlindës baba në këtë rast, kur e kemi diskutu çush po hu prej saj, ai tha, kom folën e me Majlindën, i kom thonë qëre, nëse i dhem asaj me picku, të dhem edhe ty, ose nëse të dhem ty, i dhem edhe asaj, kështu që s'ki që ka mutu. Edhe unë tash e morra këtë si një këshill në aspektin psikologjik, e kisha qenë me nguc Majlindën, thësha ta ka hap një këshill që i përket anës psikologjike, e kjo i thej ke sarë shkëshim me ndajt ose që veshim, i thej ke mos fol kur gjëhesh për judo, dhe këse të mandej për nguc toni. Kështu që nuk janë përzi shumë, edhe në fakt parimet e mia si trener janë që hapësira e këshillave të prindve në raport me anën profesionale, unë gjithmonë tentoj ka pak me i lanë anash edhe i këshilloj që mos më u përzin atë pjesën profesionale, sepse prind din me qenë subjektiv, po në rastin e prindve të Majlindës me të vërtet jam falënderues se asnjëherë nuk e kanë bo asnjë lloj presioni, asnjëherë nuk e kanë bo asnjë lloj lavdate, është ndonjëherë me nanën e Majlindës kur bëshim kështu pak biseda të lira, i thësha ta kom bo vajzën kampione evropiane, botërore, olimpike, thë ke jo nuk e ke bo ti, thë ke po e kom bo une. Edhe kështu që këto pjesë tjera, të anëve profesionale, me të vërtet e janë pas një raport shumë korrekt, edhe kësha dashur që modelin e prindve të Majlindës në raport me fëmijën e vet, me një fëmijë që i ka mrit gjitha medalet e mundshme që mundet me i fitu një njeri në këtë rruzull toksor, me marrë model gjithë prind. Me mënyrën edhe modestin që i kanë përcjell garat, edhe me mënyrën edhe modestin se kur nuk janë përzi në pjesën profesionale, pavarësisht që na keni pas edhe një raport do më thonë të afërt familjar, edhe me thonë marrë me fol diçka, ose përderisa ka prind në shumë sporte që sot po e luajnë
trenerin, e në fakt nuk kanë asë një lidhje me atë lami, si më ardhur në tash me fillu me të mësu ty qysh me udhes një emision, një podcast, e në anën tjetër unë jam laik, kështu që raportet i kemi pas jashtëzakonisht shnosha edhe korrekte në që drejtim. Cila është fitoria e Majlindës që të ka bërë mas shumë të krenar? Po lojrat olimpike janë e arritura më e madhe në sport, edhe pse kështu në popull, sidomos të popullit shqiptar, gjithmonë thonë kampion botror ju duket më e madhe, po në sport e arritura më e madhe është lojrat olimpike. E kanë emrin lojra olimpike, mbahen çdo 4 vjet, edhe aty prezent janë krejt shtetet e botës, është ajka e sportit, specifika e veçantë ka qenë që për herë të parë Kosova ka marrë pjesë në lojra olimpike dhe për herë të parë kemi arrit fitojmë medaljen e artë. E medaljet e arta prej 200 e kusur shteteve sa janë, nuk kanë fitu ma shumë se 100 shtete në botë, aktualisht. Do më thonë, Olimpiada parë si Kosovë, medalja e artë. Do më thonë, që kjo është gara e cila më ka bo mu jashtëzakonisht mundi mirë, edhe është emocioni ma i madh. Na kemi fitu edhe 2 medalje tjera të arta, po vlerën edhe emocionin që e ka pas medalja e parë, ato s'mundem me ndru, kështu që Rio de Janeiro 2016 është ai viti edhe gara që mu më ka bo mundi mas mirë në jetën time si trener. Të pas parasysh Majlind që si sport, nashta kur ke fillu ti, njerëzit e kanë menu ma shumë sport për djem, edhe na si popull jemi ashtu pak si kritikus, me njëherë me nëzispresim me pa një diçka dhe me janis me komentu. A ka pas raste tilla në fillimet e karrierës tane, po do me thonë edhe sa e ke vrej dallimin, masi që i ke arrit krejt këto ti? Po sigurisht, po më duket që deri vonë njerëz e kanë pas përshtypjen që gjdo është ma shumë sport për mashkuj. Edhe me tonë drejtën gjithmonë më ka pengu kjo. Pse me konsideru që është sport për mashkuj, qenë ka i vështirë edhe është për mashkuj. Do me thonë femnat s'munden me bo nëse është i vështirë. Kështu që na e kemi thyja tabu, për derisa ekipi jonë, femnat janë shumë më suksesshme se sa mashkujt, pavarësisht që sporti është shumë i vështirë. Kështu që realisht në sallën tash ku na punojmë bashkë me tonin, ma shumë kemi vajza se sa djem. Edhe më bën me undi jashtëzakonisht mirë ky fakt, sidomos në kohën që po jetojmë edhe për ditëshmërinë e vajzave dhe të grave ku ta diun, po kanë kontakt me tulli far njerëz. Kështu që nëse një vajzë, nëse një e ri merret me sportin e judos, ma e pakta që ka mundet me e marrë prej sportit judos është vetë mbrojtja. Kështu që unë edhe punoj me fëmijë, ka fëmijë që më vinë ndoshta 10 vjeç që janë ashtu të strukun, kanë frikë, ose që ndoshta se s'po kom qenë me thonë po i bollizojnë, po i ngacmojnë ka pak në shkollë, edhe mi sjellin me ushtru. Qaq ndryshim drastik ka qaj fëmijë për 2-3 muaj, sa që është e pamundur. Ka vetë besim, mënyra që shenë në sallë, gjithçka ndron. Kështu që gëzona shumë që sporti i judos mo nuk shihet si sport për djem, po si sport që rinia jonë ka sukses edhe që na prezanton që është mas miri në arenën ndërkombëtare. A menon që edhe femnat për një me, nashta jo veç më merr me fitness, po më merr edhe me një sport tillë që çush e the edhe vet, mundet më shërby si mbrojtje, se po shohim raste të ndryshme edhe të lloj-llojshme dita ditës, e që për një me, nashta si femna në Kosovë kena pak anash që se mendojnë hajt se kena djemt na mbrojnë, edhe e lojna pak anash vet. Sigurisht që secili aktivitet fizik është shumë i mirë. Fitnessi ka ato benefitet e mira sa i përket shëndetit. Mirë, po mendoj që secila femënish desht të paktën ato gjanat bazike sa i përket vetë mbrojtjes me i ditë. Çfarë dosh me ditë një femën bazik diçka që ju ja kishim mësuar patjetër që dosh me ditë çato? Judo është sport ku gjatë gjithë kohës jemi në kontakt. Edhe për shembull një femën 50 kg mundet lirisht me undesh me një mashkull ndoshta 100 kg që nuk ka të bëjë shumë me sport, ose është ndoshta, si me thonë, qytetari i thjesht. Kështu që për pas sportit judos, po mendoj që për femna, në përgjithësi, është me rëndësi me u marrë me arte marciale, të paktën me ditë me u vetë mbrojt në jetën e përditshme. Super, kështu që besoj që qika që tash e kanë vëmendjen të te se çka i të thonë dhe kanë mjanis, mu kujdes pak ma shumë ka që ke pjesë. Po ndoket që keme pas ma shumë punë që tash. Inshallah. Inshallah.
Toni njerë po ka lidhë ti, cila është nashta në moment që humbja e qoftë ne kolego, qoftë nashta e një diku që e kanë të trajnut ka bu më një keq, por në të njëjtën kohë dhe ka bu më një krenar. Të njëjtën pyetje në manditu me kalu dhe të Majlinda. Po më thonë që ndoj humbje më ka po krenar, unë thëmë që së më ka ndodhë. Humbje që më ka bo mundi keq, e thashtë edhe ma herët që referenca e të arriturave të një treneri gjithmonë është Olimpiada. Na kemi shku në vitin 2012 në Olimpiadë në Londër me Majlindën, ka qenë favorit për medale, e ka humbë prej një gjudistës prej një shtetit të Afrikës, edhe faktikisht aty ka ardhur presidenti i Shqipërisë, presidenti i Kosovës, në fakt kryeministri i Kosovës atër ka qenë, edhe presidentja, edhe faktikisht diçka shumë e papritur për mu, edhe është humbja që më ka bë mundi jashtëzakonisht keq, po në anën tjetër, ndoshta jo krenar, po që kam ka bo kjo humbje mu mirë personalisht, por edhe Majlindës edhe krejt ekipit, është që na i ka qelë sytë, na ka bo shumë ma preventiv, karshi gjithati stresit, gjithati presionit që e kemi pas, kështu që na ka shërby shumë për gara tjera, na kemi pas shumë kujdes që mos t'i ekspozohemi shumë publikut, mos bëjmë shumë takime para garave me politikana, me media, që atëre kemi bo, edhe mundu këtë që kur e kom analizu mirë, arsyet kryesore, pse na ka ndodhë që ajo qashtu, jo marrë në një përfundim që problemi maj madhë ka qenë presionin cili na kemi liu konkretishun, e mandej në basë asaj garës kom qenë shumë ma ndryshe. Në fakt, kur kemi shku në gara tjera të mëdha, gjithë shka ka qenë 100% e logaritme edhe minutat cilat ja u kemi dediku medjave, ndështë shumë ma pak na kemi prezencë në media, para gara të mëdha se sa sportistat e mëdhajnë shteteve tjera, po kjo është njëra që unë e kom vendos me funksionu edhe nuk e ndroj, deri sa unë e kom e qenë në kry të ekipit, na kemi funksionu shtu. A është e mirë për historikun e sportit, për mu personalisht si trener, për nxënës, për të arriturat e tyre, jo, sepse kemi shumë ma pak material, ndoshta për një historik në tarmen, për një dokumentar, po thjesht ajo humbje nga bo pak ma preventiv se sa që duhet, po nuk jam pishman se sot i kemi 5 medalje olimpike, shteti Kosovës është ndër 80 shtetet që ka 3 medalje tarta, e tjerat kanë edhe ma shumë normal, po na kemi hynë mesin e shteteve që për 3 olimpiada kemi fitu medale, edhe pak shtete në botë mund të krenohen 3-ja, me të rriturat që i kemi arrit ne. E gjitha e në rrit mrenda për mrenda një lagje, mrenda për mrenda një ekipi, mrenda për mrenda një sportit, edhe faktikisht kjo më bën më undi jashtëzakonisht krenar për të rriturat në nxënësve të mi. Majlindë në buna këtë pytje, të pas parasysh që në rjetë kur jina me kërku pak ashtu se na si gazetarës kena qare pa hi pak para prakisht me këqyrë se këne kena në emision, edhe ka një që Majlinda shpërthen e lot pas humbjes së distrijes. Edhe çka u kohë në këtë moment, çka ndodhi me Majlinda? Ka qenë finalja e lojrave olimpike në Paris, edhe realisht e kom pas bindjen që distria ka me fitu. Për mendimin tem ka qenë më e mirë se kundërshtarja, se Uzbekja, dhe në momentin që ka humbë, kom pas emocione shumë të forta, se tash si trajnere e re, po e vrej se sa vështire ka pas Toni. Se unë përpara e më thonë, Toni ti e ki shumë letë, se veç qullesh në karike dhe vish flet. E përderi sa sot si trajnere, po e shoh se sa shumë stres ka trajneri. Kështu që unë, kur distria është ndesh finale, kom qenë në tribuna ullon, dhe emocione shumë të mëdha, adrenalin shumë e madhe. Finalja e lojrave olimpike, kështu që në momentin kur ka humbë, nuk e di as vetë, kom shpërthy në lot, dhe me të drejtën ndej sa më ka kalu pak, nuk është që jam shku me u taku me distrin. Se pavarësisht që humbin finale, prap medalja e argjend lojra olimpike është sukses jashtëzakonisht i madh, kështu që kom prit dhe sa jam qetësu pak mandena jem taku. Toni e përmendin në një moment që është pak i rrept edhe në përmjet rrjetet sociale ka dalë të kohën që je pak i vështirë, po a është e vërtetë që je pak i vështirë kështu?
Ose në është ta më mirë është përgjish Majlinda. Cili po dani? Unë të drejtën jam shumë i afërt me nxënës. Disiplina është e hekur gjatë procesit stërvitor. Na si Kosovë, na si ekip, është desh me pas diçka të veçantë që na dallon prej tjerëve. Na nuk ishim pas mundësi me ushty me shtetet fuqishme si Japonia, Gjermania, Franca, Brazili, Rusia që e kanë tradit judën, e cilët kanë me qindra miliona buxhet. Në qoftë se nuk e kishim pas një karakteristikë, unë ju kom thonë, na duhem me punu 2 ose 3 herë ma shumë, për me mujtë me ushty me këto shtete, se ata i kanë pas gjitha katrorët e një mozaiku të përmbushura me psikolog, me nutricionist, me profilet ndryshme njerëzve, cilë të rrethojnë një sportist, 20-30, e këto më kanë pas mu, unë i kom pas këto. Kështu që na me punë e kemi thy qatë tabun që na s'mundëm me imposhtë edhe shtetet ma të fuqishme botërore. Për këtë arsye unë kom qenë në stërvitje gjithmonë i pa kompromis. Në një moment ndoshta këto e kanë pa me sy kritik, po pas arritjes rezultateve e kanë pa që ka qenë rruga e vetme për me arrit deri te rezultatet kulminante. Sot për sot kemi gjenerata pak ma ndryshe, gjenerata të reja, cilat pak ma vështirë është me ndërtu qatë disiplinin, çfarë kom ndërtu me Majlindën, Distri, Norën, e një gjenerat që ka shku në të kalumen, për shkak se janë ma të butë, prind janë tash pak ma preventiv, jam edhe vetë prind, edhe unë jam preventiv, nuk po e thom që tash po gjuj kritika diku tjetër, për deri sa jam edhe vetë i tillë, kështu që tash po mduket me Majlindën, por edhe me kolegë tjerë, me trenera, na po i diskutojmë tash çfarë metode me përdor, qysh me ecë përpara, qysh me mbet në trend. Përderisa në të kalumen e kom pas kreditin me qenë pak ma i rrep në stërvitje, tash me këto gjeneratat e reja, në qoftë se je pak ma i rrep në stërvitje, ato të largohen, dikush zgjen mo heq, dikush ankohet e dikush thot valla më ka bërtit, ose ka qenë pak e ashpër gjatë procesit stërvitor, që i kemi pas na mësusat edhe arsimtarët, tash edhe mësusat e arsimtarët, pedagogat e sotshëm në sistemin edukativ, ndonjëherë ndodh që po na ankohen se po thojnë përpara kemi guxu, tash guxon as mi angrit zanin fëmis, kështu që tash kemi ndru, po tentojmë na mi u përshtat trendeve të reja, mi u përshtat gjeneratave të reja, disiplinë ka pas, jo diçka tjetër, edhe një jetën e krejt nxënësve të mi kom insistu me i kry shkollimin, gjithat kanë kry fakultet, gjithat qëndrojnë mirë ekonomikisht, me edhe kam gullësis time për mi u gjetë sponsor, për mi u gjetë për kraje prej shtetit, unë kom luftu gjithmonë për kushte ma të mira, për krejt sportistat, për krejt njerëz që janë të lidhur në sport, kështu që tash këto po i gëzojnë benefitet e rezultateve tyre në mënyrën ma të mirë të mundshme. Cili është në moment që nështë ta marrë mend që ka, ose u kom pak ma kritik në tajteja ashtu toni, edhe që kur je shku në shpjell se keni përfundu stërvitë, ke thonë, pse bërëm të faqë ashtu. Se nëse të kam i hatër, nuk besoj që të kam i hatër në erë, se tani ke menu me gjakësësi edhe viç ka kalu, po cili është në moment që nështë ta marrë mend kështu. Jo, nuk është që ndoshta ka qenë do një moment që e mbaj mend, që toni ka qenë pak ma jashpër, se toni më përgjithsi ka qenë jashpër, edhe që ka kërku shumë punë dhe disiplinë gjatë stërvitjes. Unë qysh si fëmi kom qenë shumë punëtore, edhe gjithmonë e kom jep maksimumin. Ajo që ndoshta në momente caktuar më pengojke, është kur toni bërtitke, edhe i thosha jam të jep maksimumin. Nuk kam ku ma shumë, veç të lutna mos më bërtit, se po bona qaq nervoz që mos po më ushtru. Në momente caktuar ndoshta e kem pas qëto, se për ma shumë jo, edhe me dasht me toni nuk e më guzu bashkë për punë. Kështu që toni është, ta din si ata mësuesit e ma përpara, që toj mësuesit e maqëm që jënë kur. Që koni vështirë edhe ndoshta s'ka pas nevojë as me të vërtit, edhe ti s'ke guxu me fol. Ti e ke ditë to e pas se çka u ka do me thonë. Qysh ta toni tash me këto gjeneratat e reja realisht jo pak më vështirë, po shumë më vështirë. Tash kjo le të tregon çush i ka eksperiencat me garuset kur kjo po bëhet e ashpër, edhe çfarë eksperienca ka kjo tash, për shembull si trenere, kur kjo po mendon me u bë pak ma
Jo është, por pak ma shumë me vu disiplinë në çdo aspekt jetësor, jo vetëm të aspektit sportiv, tash kjo ka shumë ma problem, se me këto me njerë po ballavaçohen, me njerë ja shtrojnë problemet, me njerë i kundërshtojnë, kështu që tash kjo kur po ka të lashet kësaj natyre, kjo tash po vjen tonë po thot, po unë ty s'kom thonë kur kështu, tash të kom thonë, pi thonë po ti tash dush me gjetë mënyrën, qysh me ndërtu një mirëbesim, që kritikat e tua gjatë stërvitjes me i kuptu pozitivisht e jo me i kuptu që ti po flet për ndonjë arsye tjetër. Qysh po reagon të momente kur po të kthehet naj zanë, se po të thot naj sen, a direkt po shkon te mësuesit, edhe ti direkt. Jo, puna është që unë si njeri, se me thonë që jam njeri ma i mirë në botë, po jam njeri i mirë. Je shumë e qetë, dhe me thonë, prej momente që të kom taku, në nuk kom pa njeri ma qetë, që rrën ma orë qështu, dhe me thonë, të e pas fuqinë, të e di sa e fort je dhe me nejtë të në kohën qështu, mu po mdoket e pabesueshme, tash llogarit e sa urt jeti edhe me studentat e tu. Jo, në përgjithësi jam njeri i qetë dhe njeri që sa i përket sportit judës, me qëta garus që kom punë, jo mundu me jep gjithçka prej vetës. Që 4 vite që punoj si trener, jo mundu me qenë me ta në momente ndoshta edhe të vështira që i kam pas ku ta dion, në familje, në shkollë, të njëjtën mënyrë që shka qenë toni ofër meje, unë jo mundu me qenë ofër disa garusve. Do me thonë plot 4 vite resht. Edhe në këta garus, bezojmë janë 17 vjeç, koha kur kom fillu me marrë me ta, ata kanë qenë 13 vjeç. Edhe kemi investu në ta mund, kohë, pare edhe gjithë qka tjetër. Edhe, për shembull vjen një ditë, mbas një garës caktume, shkon gara qysh është mas kesti, edhe unë një vajza e kritikoj. Ndoshta ai bërtas pak. Edhe ajo çka bën, shkon edhe i tregon familjes vet. Edhe kjo bëhet temë në familjet vet. Diçka që unë nuk po moj hala me konceptu. Përderisa unë i tham tonit që ky fëmijë është i mirë, në çto ja vlen me investu. Edhe na investojmë 4 vjet. Qysh tash? Mund pare gjithçka tjetër. Tash sigurisht që na piqat i fëmijës dojmë përgjegjësi. Edhe në momentin kur familja për shembull reagon, unë këto se kuptoj. Kjo është diçka që reagojnë? Po, kjo është diçka që nuk e ka me krejt printjer, në përgjithësi printjer janë shumë të kuptueshëm. Edhe e din që mënyra qysh na funksionojnë, momente caktume mundem ju bërtit fëmijëve, që mundem më shku në shtëpi ndoshta ma të shqetësuar, që ndoshta ju ka bërtit ma linda ose ka bërtit pak toni, edhe janë shumë dakord me këto. Po prej një fëmis që kom investu qaq shumë, edhe që kom jep qaq shumë prej vetës, mbas 4 vjet me dalë mos mirë njës, edhe ndoshta familja me përkraq ato, për mua është komplet e pa kuptim edhe e pa tolerueshme. Kështu që toni s'ka pas kësi eksperienca e mu se di psa po m'dodhi, ndoshta që janë femën e shqiptar pak, se di azaj. Po të vajtë se kjo është maja urt, na duran, jo? E kësha plotësu këtë pjesë normalisht në fitore dhe në humbje reagimet e trenerit janë euforike, janë emocionale, edhe dikush kur humb ngara prej dikuj që realisht duhet me fitu, kur kush mundet me prit që në mënyrë qetë ki me prit ti qatë humbje, ose edhe kur fiton nuk mundesh prap me prit në mënyrë qetë, ndoshta ndonjëherë shpërthen në ato emocionet e fitores edhe të humbjes. Njëjtë kur shkon dikush me pa një ndeshje futbollistike gjysa stadiumit din edhe me shahe, me bërtit ajo në ekstrem, kështu që ajo është pjesë e lojës, edhe tash na nuk mundem mu bo ndryshe, mund mu shit diçka që s'jam. Kështu që emocioni të shtin ndonjëherë me qenë i rrët, ose mja thonë një fjalë, ose se na kretë kohën po flasim, thuse na jemi ka flasim për diçka sikur na jemi të bo ndonjë presion jo të duhur të një sportist, jo. Metodologjia, mënyra qysh një pedagog i qaset, një fëmis, një sportistit është metodë qysh ti e ndërton për me nxjerr maksimumin prej çatij fëmis gjatë stërvitjes. Çaj maksimumi gjatë stërvitjes ty të shërben ngara. Edhe tash në qoftë se çaj fëmijë që ti ki investu, ki punu, ngara nuk rrehet mirë, na thojmë nuk rrehet, sa kemi sportin. Po. Edhe tash faktikisht nuk performon mirë, edhe na ja thojmë një kritik. Tash çaj fëmijë çat kritik me e çun familje nuk është mirë. Se është diçka e jona.
është diçka edhe nuk duhet me e kuptu si diçka të keqe, qoftë që kritika është me vend, dush me e marë për veten, qoftë që nuk ndihesh mirë, kështu emocionalisht, si Majlinda që tha, ka ndodhur shpesh me më thonë, me mu s'ki nevoja din me bërtit se unë po munona me maksimum. është kësi. Unë ja kom dhonë si këshill Majlindës, i kom thonë që dush me folë, se janë fëmijë të ri, në moshës delikate, mosha tinejgjerave, moshës 13 deri në moshën 20, është pak ma delikate, sidomos të vajzat, edhe faktikisht ndikimet prej shumë anëve janë tash shumë të fuqishme. Në kalumen ka pas ma pak mundësi mu ndiku fëmija, ka qenë familja, ka qenë klubi, shkolla, tash ndikimin ma të madhë fëmijët e kanë për rrjeteve sociale. E vërtet. Edhe kjo është kana shkakton damet jashtëzakonshme. Do më thonë, ndikohen prej anëve të ndryshme edhe është pak ma problem me të ndëgju. Kështu që Majlindën pe inkurajoj, mos me u dorzu. Karshi një gjestit, karshi një sendit i cili i ka ndodhë me një sportist, ose nesër ka me ndodhë. Unë i kom thonë të ndodhin edhe me tjerë, duesh me i thirë, me i diskutu. Unë e kom insistu me bo takime me prind, në të kalumen s'kem pas. S'kom pas probleme tila. Besomni që unë kur njetë nuk kom pas takim me prind e Majlindës në orës edhe distrisë si kampion olimpike. E në anën tjetër kom insistu para disa mujsh, Majlinda e ka një grup fëmijësh, thasht lutna, thirrja u prind, edhe ta mbojmë një takim të përbashkët, edhe pikrisht qëto shqetësime që ka po i thot qëto, i ka shprej po në takim me prind, i ka thonë unë e muj ndonjëherë me qenë e rrept, unë e muj ndonjëherë me përdorë ndonjë metodë për me nxjerrë një maksimum, ju kisha lut, nëse fëmijët ju ankohen, duni me ditë se këto e kom për të mirën e fëmijëve t'juj, edhe gjithmonë kur keni shqetësime, hajde ti diskutojmë së bashku, hajde ta ndërtojmë një fëmijë të mirë, që mas pari me qenë njeri mirë, edhe mandej me qenë edhe sportisti mirë. Kështu që tash e kemi rrit kogja shumë këtë kontaktin trener prind fëmijë, ose trener fëmijë prind, kështu që një trinom i cili duhet me funksionu, sepse jemi në kohra kur pa tjetër, na ju kemi tregu edhe parimet tona, edhe ku shkojmë në udhëtime, çka kërkojmë prej tyre, edhe që shna mbojmë disiplinë, që nëse na shkojmë me udhëtu në Paris, e i marim fëmijët me veti, ata fëmijë s'mundën me bo atje çka të kanë qef, po duhet me pas një rregull, një disiplinë, gjithë prind janë dakordu, edhe janë ndje shumë mirë, kështu që po mendoj që tash e kemi ndru pak metodën për me ndërtu, do më thonë marrëdhënie të shnoshan mes nesh. Unë besoj që nuk ju kam jetë nëse më përç, nuk kam harru në që kam ju pyet, tani pse pak e vështirë për mu me dy njerëz që kanë shumë për me thonë, me bo një intervistë, po shpresoj që ka dalë mirë, e për fund i kam thjesht disa pyetje për ju e dëve, kështu bashkë cili është cili, kështu që pyetja e parë është, cili për juve është ma kokfort? Dët? Wow, se prita, dik dhe me në vashe pa më kontoni. Jo, toni është tip që ndoshta të ndëgjon edhe ti duket që ki bo diçka, që e ki bind, edhe të nesrit bën çka don vet. Kështu që ka njëherë nuk ja vlen as pak më ushtim me to. Po për kry fort jam edhe unë kry fort. Ngaj, po me bëj ç'a duane. Pyetja tjetër është, kush zemrohet më shpejt? Këtë pjesë unë jam pak më impulsiv, edhe pi natyrës, po edhe nëse e shoh që e kom pas reagimin të shpejt ose jo të duhur, unë prapë reflektoj edhe jam në gjendje edhe me kërku falje kurse kam mirë, jo veç Majlindës, po edhe një fëmijë 10 vjeçar, në qoftë se e konsideroj që kom bo gabim, e me reagu ashtu në kontakt parë, unë jam pak më i rrept, përsa ta edhe ruhen në qatë kontaktin e parë, po masa nej reflektimin e kom 100% real. Nëse kom gabu, kërkoj falje, nëse s'kom gabu, duhet me më kërku falje. A të kanë dhona e mi thonë falje e kujna? Po, nuk e kom problemat pjesë, do më thonë në qoftë se e arsuetojmë, e diskutojmë një qashtje, një detaj, një telashe, një problem, që ka to, po flasim të natyrës profesionale, atëra unë nuk e kom as pak problem i kërku falje, kujdo. Të pyetjet e pasna kush është më shumë kritikus, po ti veç tregove, që pak më shumë kritikus je ti. Kështu gjë, pa e lojna çështo. Në rast që ju ka bo me qesh me lot të dëve. Që ju kanë të dëve bashkë, po që keni kesh qatë shumë, sa që tash e mani men. Na kem që raste që
kem pas të hareshme, me thonë, mu është më kujtohet një rast që një gjudiste njerë kom bo qatë shumë nervëz, se kemi diskutu për një lëndim një gjudistës tjetër, edhe une kom insistu i kom thonë që e ki lëndu me qëllim, ajo bo nervëz, ka fillu me qajt, dhe një moment o një sigur me dasht me mshtyme, e une qatë shumë më vike me qesh, edhe i kom thonë, ti a Majlinde, sa dikuj kom thonë, të lutë nga kushtom se nuk po dita është ashtë qysh mu sjellë mo, so që ka qenë diçka e veçonë që ajo në zonë që a ko qa me e re, e unë njësë sikur me dash me m'godit, e mu do që sharaku, unë s'musha mu këfjell prej do me thonë qati momentit, kështu që na me zveti kem pas momente shumë të hareshme, kështu që nuk na ka ndodhë me diskutu qatë pjesë që me na shkullët, po me qesh e me pas momente të hareshme kemi pas shumë. Nëse e kishe përshkru nga një tjetrin me ka një fjallë, cila e shkon ajo? Patriot. Qysh? Patriot. Opa, okej. Majlinda, s'moj me një fjallë, du me thonë një fjali. Njeri që i ka thonë shpirti del në gjdo stërvitje ka qenë Majlinda. Majlind? Pse ti shtu? Të me thonë, e kuptu më dhe gjatë intervistës se Majlinda shumë luftarake, ashtu, dhe vetë sporti ju shumë luftarak, të me thonë se nashta krejt për neve shqiptarëve thujna qysh mos me fitu se kjo është sport luftarak ta më për neve. Majlinde sunë në momente caktun ju mduft një ndërpre, nëse kemi bo një vrapim 2 minuta, sepse nëse kemi punu 5-2 minuta, kjo 3 herë ka vrapu, ka 2 minuta, e pulsi i ka shku ashtë lartë, sa që e rrezikon edhe ndonjë sulm zemër, kështu që qatë 2 minutës mu ka desh me e bo 1 minutë e gjys me e rajt, që janë 2 minuta, veç për me ndalë gjys minuti ma herët, sepse kjo gjatë stërvitjes ka ditë me shku deri në kufirin mes jetës edhe vdekjes. Edhe sportiste tillë që e ka bo, unë i kom edhe 2 kampione tjera olimpike, kanë karakteristika tjera, po karakteristiken e qenit i qmendur në stërvitje si Majlinda unë nuk e kom as, kur jo veç të një vajzë e ekipit tim, por të as një vajzë tjetër, në rruzullin të kësor që merret me sportin e gjudës, se me qatë sport flas me kompetencë. Kështu që inshallah je gjithë qështu, inshallah je luftarake deri në fund, edhe kem na zbar ftyrën hala, të dy bashkë, normal, se gjithë shka është meritet e dyve bashkë, une mos shoh takimi i fundit, ta kofshim prapë. Se besoj që ju kom mundu na izan, inshallah u kon krejt në rregull dhe për anës tem, e na vesh miru ta kofshim. Shumë faleminderit, ju uroj punë të mbarë, edhe po shpresoj edhe unë që do takohemi prapë. Ishte kënaqësi të jemi mysafiri juaj edhe punë të mbarë e suksesit. Kështu që Majlind me armët për cjella një herë. Dikon ku ki me shku jo, na i kon një qofë me na në zanë stëri tonë, ty nëse të shka dhe me të po që shje gjatë stërvitje. Ja, unë veç të është edhe diçka pak më shtu në fund. Arsyeja pse thash për tonin patriot, kështu me e përmbledh. Krejt njerëz të diskutojnë që Majlinda Kelmendi ka refuzu milionat për me vetë në Kosovë. Dhe arsyeja ose faktori kryesor pse unë i kom refuzu krejt ato oferta milionshë me përfaqësu Kosovën është toni. Kështu që gjatë karrierës teme, secila fjalë e tonit të kona minë për mu. Kështu që arsyeja pse Majlinda është në Kosovë, edhe pse Kosova i ka gjitha këto suksese ose medalje olimpike, është driton kuka. Nuk është njeri që flet për patriotizëm dhe shet patriotizëm, po veprat e tina janë vepra patriotike. Kështu që unë jam me fat që jam rrit afër një njerit si toni, edhe që ndoshta pa fjalë, por me vepra, kemi bo ndoshta për Kosovën, ma shumë se sa politika ka mujtë edhe mundet me bo, kemi hap dyrë që politika edhe sot s'mundet me i hap, dhe një ndërto ndoshta është edhe flamuri i Kosovës në Rusi që është ngrit edhe ka qenë dhe vazhdon tjetë moment historik për Kosovën, kështu që shumë ndodhi, shumë ngjarje e vepra gjatë karrierës teme që ka ndodhë, janë krejt fol driton kukës. Kështu që qysh me përfundu ma mirë. Nuk besoj që t'ka lefdu në herë në kush ma shumë se sa Majlinda. Sa është lavdot, kjo është veç real. Të në krejt vërteta. Kështu që shumë faleminderit për juve dhe një herë e miru takofshim. Faleminderit. Mish të gazetës Demos të podcastit të po të bo, ka që keshim nej për këtë fundjavë, e miru takofshim fundjavën ardhshme. Tung tung. Të po të bo.
Tubo. Tupo.